Gordon and Friends. Tunde Mojselina tunde. Hajde Niko. Oba. Oba. Ka tunde. Oba. Oba. E po që dhe tunde me Selinën deri në kanin, kujt i shkoj mendja këtë edicion. Të dini që sa po doli kjo kënga. E bëra një meme dhe më arriti sa për nuk të kisha as gjysore, arriti 300k në TikTok. Çfarë thua? Do me thënë ka goxha influencë që video të shkoj mirë nëse vendoset kjo si audio në TikTok. Linë tunde, të dale na minë ka tunde. Oba, po sa se ka plera, Po pse e shanor? Jo, po e them me përgjëvelia. Mirë, po ta falim. Për Kristin do më thuar diçka? Për Kristin kam vetëm fjalë të mira. Kristi është si mil. E dua, është mënyra, po ama Kristi ka një. Është cute. Me Kristin po të martohesh, nuk e di apo ta thot tamam atë të dua apo po ta thot me strategji nga mbrapa. Për kë ke opinionet e tua? Çfarë ke me Mali? Çfarë ke me Mali? Dalë njerëz se më vrat. Pra. Mali është shumë çun i mirë. Është këngëtar, ka zë shumë të bukur. Artist, ama ke më shumë shanse të prekësh një lule mos më prek se sa Malin, se fillon e qano blaq. Kur ka qajt Mali? Sa e preku Selina? Po nuk më prek do ti mua. Po nëse mendoj se ishte tip loj strategjie, se këtë me në këto strategji. Strategji çdo gjë strategji. Ti tani me këje me mikun apo Mali ti zhbush raj shumë mendja që ka zë të bukur sa dhe në banjo. Zë të bukur ka Mali, tani më fal. Ai dhe në banjo shtrëngohet me melodi, po ha tash. Jo, e ka super zë, ka super zë. Tash Leila, që ti sqarojmë këta dy çunat që nuk e din vibe-in e të dyjave. Mali për herë të parë në këtë studio ka qenë i ftuar nga ne të dyja sepse kishim intuitën që kemi një super djalë, një super artist. Dhe erdhi bashkë me nënën e tij në intervistën që pati këtu në Top Albania Radio dhe kanë një marrëdhënie shumë të veçantë dhe është me të vërtet shumë artist. Me vërtet kanë marrëdhënie të mirë. Është King. Ti themi Victorious, të hedhin ai sy këtej nga Shqipëria. Dhe po, të marrin Malin thua në vend të Brooklyn. Po. Që ja vemi në Brooklyn, veja, ku di unë, Novosel. Nuk ndaj nga familja. Ja, tani me që hapët këtë temën, nëse do quanit fëmijën tuaj të ardhshëm me vendin ku keni lindur? Ose ku jeni takuar, ose ku keni një kujtim të bukur, si do quaj? Shkodër. Kam pas një puthje shumë të zjarrt në Kalan e Shkodrës. Wow, e po atëherë duhet jetë Rozafa. Vajza jote. Domethënë, aty ishte prekja në fakt, jo puthje, po puthja ndodhi më pas, po e gjithë kimia. A do thoshte të njëjtin gjë ai? Kimia që kisha aty të Kalaj, si Shërlika. Që kisha të Kalaja ishte shumë cute, domethënë, shumë cute. Shumë cute, Rozafa. O ti more, në Vosel ti apo? Unë s'kam pasur kështu puthje në për Kala, po doja vija dhomen ndënjes. Dhomen e ndënjes sa romantike. Dhomen ndënjes me qirindezur. Po ti zemra? Kamera, sepse më shoqëron në çdo lokacion të mundshëm. Kam dëgjuar për ty Niko që do të bësh një film. Niko? Film ekspedicion. E tunde more, Niko, tunde. Ai ashtu ka bërë disa. Henry do ta mbylli goja. Ka tunde. Henry. Ai më ka thënë pa. Henry Koçi. Më falin zorët të falarat. Kushëri Jonidas. Më falni pak. Këtu le të themi që është një mini Big Brother. Jemi të vëzhguar nga kamera dhe her pas here sulmojmë njëri tjetrin, nxjerrim thashë theme, edhe flasim dhe mbrapa krave si në rastin konkret. Edhe kur do të bësh këtë filmin si përfundim? Hajde Niko, mbrau. Dgjoj, e di që ka marrë shumë oferta që kur hapa gojen time dhe thej që je xhiruar. Do të jesh ti vetë aktori apo do ti drejtosh? Stilisti thua ti. Nuk është një profesion që aty nuk vlen shumë zemra se nuk ke çfarë. Jemi harxhon se në fillim bëhet një muhabet si e ka lënë. Po duhet një gjë thefiku, po, e kuptoj. Jo, unë ato filmat vetëm për dialogun e shoh. Aktor, jam i talentuar në aktrim.
Jam shumë i talentuar në atë aktrim. Edhe kur del filmi? Jemi duke mbledhur fondet. Jemi pjesë marketingu akoma. Kështu që bëni gati për një super film. Aktorët i kemi zgjedhur. Super film 1 minutë e gjysmë i gjatë. Sa i gjatë të jetë? Do jetë i gjatë shumë. Zjat te ky filmi. Më shumë se 3 minuta, Leila. S'qen ka stili imi. Leila, një orë 45 minuta ti palestër. Leila, do pak e sakt, Pa se s'kam kohë për të ullur. Nuk do shumë content. E di, kjo është nga këto që 10 minuta tha Tru. Jo 10. Ajo tha 30 sekonda. Janë shumë. 3 minuta. Iga Leila. Përfshirë dialogun. 3 minuta. Jo paraloj. Pa përfshirë foreplay. Edhe për këdhelje në fund 3 minuta boll. E lam tek Mali. Se na mori Mali. E lam tek filmi im, që do vini në premierë. Që na marrin Mali. Në premierë ju pres të gjithë. Jo, ne duam jemi në xhirime valla. Okej. Kontribuojmë me ide për content. Niko, lëviz çik majtas. Qeshni. Do bëhet hit, po. Në bëhet hit ai filmi. Tjetra është Brikena. Njerë po, jam shumë kurioze, çfarë mendon për Brikena është shumë tërheqëse si seriozisht, si e kuptove? Okej, po ama ka në fytyrë ka më pak ndjenja se ishi im për mua. Është akull. Të pëlqen kur e ngre fytyrën kështu, të pëlqen ty? Është aq e ftohtë sa duhet ta marrin në reklam për kondicionera, o bla. Jo, këtu, jo. Është shumë e hot. Victoria do thë, kjo Brikena është shumë. Brikena është hot. Jo, nuk po them kjo, unë thash që është tërheqje, po them ça shpreh me fytyrë. Është akull e ftohtë. Jo, dje për shembull kur Mateo e shpetoi, ishte shumë e nervozuar. Ço do të thosh që ka shumë botox, as lëviz dot ekspresiviteti i saj. Vazhdi se botox kemi tër. Jo, flisni për vete. Po. Un kam botox për vete. Madje Brikena e doaj shumë kamerën, sa un tani nuk hap dot të bëj selfie se kam frikë se më del Brikena këtu mbrapa. Në sfond. Keni parë ato videot që kanë nxjerrë Armela? Kush kaq dua të them. Jo, s'ka asgjë për të thënë sepse ato mund t'i gjej kushdo në TikTok, por kam parë disa diferenca before and after. Janë sensuale. Si video. Ja, dëgjoj, ajo jeton në Itali, ti ke jetuar vetë jashtë shtetit dhe e di që jashtë shtetit nuk janë dhe ndaj big deal. Në Shqipëri shikojmë ashtu big deal. Po, nuk janë big deal, se vetëm provokuese janë si video. Tani pyetja është Armela pse i nxori? Po sepse ka inat që Brikena gjëja po hiqet si e mirë dhe nuk e kuptova kur, por uroj që ta kemi të ftuar dhe ta pyesim live. Megjithse ato videot më duket se janë në TikTok. Po ti kishte aq problem, mund t'i kishte fshirë para se të hynte. Brikena madje gjatë verës, shumicat e skenave që ka patur në emisionin ku ka qenë, kanë qenë tepër provokative dhe thjesht gatuante. Kupton, ka qenë shumë easy going dhe ne nuk e kesh kuptuam kur. Let her cook. Cooking with Brikena. E keni bërë këtë? Cooking with Kaja, cooking with Kaja. Është njëra në TikTok që gatuan, por në fakt është si Niko te videot e tij, domethënë. Lakurisht. So luck. Kemi publicitet tani dhe do të rikthehemi për të tjerët që ke aty në listën tonë. Kemi listën, por Casey lexova. Është më poshtë. Gati Casey. E si është me meme? Rjeti. Këtë vit jam bërë edhe shumë më të zinj. Më falni, po nuk i komentojmë dot dhe si themi dot gjitha se. Dhe na thon pastaj që jemi bulizues. Çemi? Jo, po mua më pëlqen humori zi, me thënë të drejtë. Zemra, unë nuk e di. Close friends-at e mi ka lënë mirë. Se unë hedh shumë gjëra. Unë këtë periudhë, me thënë të drejtën, jam close friends. Jam rezervuar. Jo, ti je. Jonida shefja është. Atëherë të nominojmë Niko Komanin për ta nxjerrë nga shtëpia. Okej, unë nominoj Lejn sepse flet me tendencë. Jonida shefja është, tha. Që unë gjëja po të rrin nga mbrapa para. Ja, vetë që hedh kunja për të na ndarë në të dyja. Po sa po e tha më i dritë. E dëgjova. Që gjëja jam kështu, jam leka kulo. Unë jam një person që shoh më të mirën brenda jush.
Anton, ke për të shtuar çdo na theshje. Kam akoma. Jepi, mos prit të t'jap komanda. Po pra se po je shefja pra se. Arova, I'm the boss here. Faraonja. Kisha edhe për këtë Rogertin që hyri në shtëpi dje. Po, se jemi tek 2 hyrje të reja. Kemi Krusitën që un e kam shumë qejf se është shumë e talentuar edhe më vjen shumë mirë që bë pjesë e shtëpisë, dhe Rogertin që kush është? Rogerti hyri me shpatë më të madhe se sa kishte barku në blag. Ishte tani në fal. Ma mund ta them? Barkdero zemra domethënë. Hajt mos e pak bark ka lezet. Jo, po tani ti s'mund të kesh atë bark edhe të hysh aty me shpatën në dorë, zemra vogël, me atë shpatën prit pak barkun, se nuk është bark bulizuese. Lidhje ka, shumë i Jo, keq. kur e them unë nuk është bullizuese se un kam bark për vete. Po pse unë çka kam? Ti je i dobët. Okej. Boll. Po sa po thoshim që nuk mundet. Hajt mos e pak bark nuk ka. Pak? Ka ndaj gjë. Zemra Nuk e pse i tha Lorna, o plak vetëm nga konstrukti nuk ka lidhje me e di tha nga konstrukti. Tani unë nuk flas dot se burri im ka bark and I love him. Zemra ka vetëm bark. Ka vetëm bark, është njeri i dobët. Kush burri? Po nuk është i shëndosh. Jo, Andi nuk është i shëndosh. Nuk është i shëndosh, ka bark. Po s'u si shëndosh. Për barkun po flas. Po zemra ishte Po fjalia jote ka vetëm bark. Niko po thot nuk ishte dha dashamirës. Po se s'më pëlqeu se si hyri aty tani kota sulmoi. Po jo, mua më fiksoi edhe me atë kur ishte te dhomë e rrëfimit që se çai tha Ledioni, edhe aty u mundua të bënte një shaka, nuk qeshi njeri edhe tha po ishte shaka. Edhe mundohesh të shpjegosh shakan. Siç bëri një kështu një grep, se që po të grep Ledioni po të peshkoj ty, pastaj Ledioni tha. E peshkoj në fakt. Peshkoj shumë faktikisht edhe kur nuk e di se sa siklet u ndjej kur i tha Ledioni jam nga grupi tjetër. Ishte një peshkim. Bravo! Një peshkim. Nere. Kë ke inat shumë tani, se s'kuptova. Artanin apo Rogertin? Të dy. Jo, po të zgjedhësh një. Vërim peshore. Kë ke më inat? Kësi. Kejsin. Kejsin. Po për domethënë tërmjet këtyre. Zgjedh Niko. Nëpërmjet këtyre Kejsin. Nuk e kam inat Kesin, thjesht më bezdis sjellja e tij. Nuk kam inat askënd, po ka shumë njerëz që kam inat aty brenda. Shi nuk kam inat askënd, po ka shumë njerëz që kam inat. Po pra ke më inat. Ka inat Artani, po bëhet si Artani. Më shumë inat, nuk e di, Kesi. Nuk kam inat, po kam inat. Jo, edhe mua që s'më pëlqen Kesi. Është Kesi po t'ishte mundur do manipulonte edhe çesmat aty që të nxinin më shumë ujë, plak. Është shumë e vërtet. Shumë madje pse janë aty dhe Kesi dhe Stelina dhe Ina me një muaj televizion u futën në Big Brother. Vazhdon ky se do që me që të futet edhe ky. Me që ky ka qenë shtator para atyre, duhet kishte. Jo. Shiko se karriera ime në televizion ka filluar më para. Jo, ne po ishe backstage më shumë. On the top. Top Albania Radio. Ska gjë, mendoj që ka shpresa. Nëse po na dëgjojnë zogjtë të Bigut. Po fundja do bëj dhe unë filma si ty o bla. Pra nga hyrjet e reja nuk i pëlqeu Rogerti, po Krusita? Krusita është nice. Krusita sa pash fare. Më pëlqen dhe uroj të këndoj më në fundi, kush aty son. A mendoni që mund të kemi një çift së shpejti? Efekti që parë diçka, nëse do ishe zgjuar, do lidhej me Mateon. Pra. Po të ishte një strategji shumë e mirë. Në momentin që u pyetën, në momentin që u pyetën, thanë të dy kështu, po, njihemi. Kemi pas. Jo, më duket se ishin miq. Kanë miq të përbashkët. Por tani që po mendoj, edhe me Selinën, më pëlqen Mateo. Jo. Mateo? Jo. Jo. Selina kemi stek të lartë zemra. Me kë do ta shifje Selinën me Donald Trumpin, me kë? Po jo more, po thjesht me asnjëri se meriton Selina aty brenda. Selin the Queen. Selin the Queen. Po se meriton bre, është mrete. Është mrete. Kalojmë në publicitet.